Vazhdoni të shoqëroheni me programin e #Gjesit. E kam paralajmëruar qysh për fillimin të këtij edicioni që do të kemi këtu në këtë studio në pjesën e tretë dhe të fundit për sot Vebi Shushollin dhe Hana Petrovcin e do të flasin për suksesin e fundit të orkestrës Amadeus, orkestra e fëmijëve dhe të rinjve, e cila fitoi çmimin kryesor Grand Prix në Spanjë për herë të parë, ku në festivalin ndërkombëtar Spring Symphonies në Spanjë, ku kjo orkestrë në udhëheqjen e Hana Petrovcit edhe në dirigjimin e Vebi Shushollit përballë 10 orkestrave zuri vendin e parë. Këtu në studio kam Hanën dhe Vebion, të cilët ju them mirëmëngjes fillimisht. Mirëmëngjes. Urime për fitoren e madhe në Spanjë, në një shtet që nuk e njeh, Kosovën, po duam fillimisht me ju pyet se sa ju ra me përshëndetje prej këtij udhëtimi kaq të rëndësishëm që e sollet edhe një çmim shumë të madh për Kosovën këtu në vendin tonë. Nuk kemi pas shumë kohë për pushim, por ndjenja fitores t'jap motiv për me vazhdu punën, kështu që në rregull jemi. E keni harru lodhjen nga kjo sukses? Çabesa nuk ka ekzistuar asnjëherë. Nuk ka ekzistuar asnjëherë, jo, kështu që në rregull jemi shumë. Pajtohesh Hana? Pajtohem 100%. Pajtohem sepse ka shumë entuziazëm në punë dhe kjo nuk na lën me u lodh asnjëherë. Okej. Falem pak për çmimin e parë të cilin e keni marrë në Spanjë, domethënë keni qenë në një skenë ndërkombëtare ku ka pas 10 orkestra. Tregona pak, falna pak për përvojën që e patët atje në Spanjë. Si shkoi gjithë procesi dhe gjithë puna juaj? Po përgatitjet fillimisht kanë qenë mjaft sfiduese, sepse tu thash me një grup kaq të madh nxënësish, domethënë kemi qenë 57 antar vetëm të orkestrës, shto këtu pastaj edhe stafin, domethënë kemi qenë një grup prej 64 personash që kemi udhëtu dhe përgatitjet kanë qenë mjaft sfiduese sepse ka pas shumë punë edhe detaje dhe logjistike për cilat është dashur me u përgatit. Përndryshe përvoja atje ka qenë me të vërtetë mrekullueshme, gjithçka ka shku sipas planit dhe sipas agjendës që e kemi përgatit, edhe ne por edhe festivali në përgjithësi ka qenë një atmosferë shumë miqësore edhe në mes orkestrave, edhe me organizatorët e festivalit atje. Kemi pas një pritje shumë të mirë, shumë miqësore dhe kanë qenë gatshëm çdo herë për që të na ndihmojnë për çfarë do kërkesë që kemi pas, mirë po në përgjithësi ka shku gjithçka sipas planit dhe ashtu siç është parashikuar muaj më parë. Po besoj që nuk ka mungu edhe për kraja financiare, ndoshta nga institucionet marrë parasysh fakti që përmendet që ka qenë goxha sfiduese dhe vështirë 64 veta me udhëtu drejt këtij festivali, apo? Po, ka qenë shumë sfiduese dhe fatmirësisht deri në momentet e fundit, në fakt ne jemi përballë me sfida financiare shumë, sepse gjithë ky grup të udhëtoj është sfidë në vete, organizimi dhe shto këto dhe problemin financiar me pas është me të vërtet është shumë problematike pastaj. Mirë po ne kemi pas një fat jashtëzakonisht madh që qeveria e Kosovës e ka mbulu gjithë këtë pjesëmarrje dhe kjo është tashmë edhe hera e dytë që ata e mbulojnë, domethënë e përkrahin pjesëmarrjen tonë si në Vjenë vitin e kaluar edhe këtë vit në Spanjë, si dhe janë zëtu se do ta përkrahin edhe udhëtimin që do ta kemi këtë vit edhe në Çeki. Më thonë do ta përfaqësojmë Kosovën edhe në Çeki. Kështu që sfiduese ka qenë, mirë po me që përkraja nuk ka mungu nga qeveria, por edhe nga shumë biznese të cilat përmes ligjit sponsorizimit e kanë mbështetur orkestrën, na kanë lehtësuar, për të mos thënë na kanë mundësu gjithë këtë pjesëmarrje me gjithë këta orkestrantë. Okej, vetë tregona pak për emocionet që i pate gjatë performancës, gjatë krejt udhëtimit atje, se po e shohim edhe në sfond një video duke dirigju orkestrën gjatë performancës që keni pas në Spanjë. Padyshim, kështu emocionet janë çdo herë në koncert janë shumë të mëdha, po kur je në një kompeticion, në një garë, atëherë mund të them janë të dyfishta. Ka pas emocion, fatmirësisht kemi qenë të përgatitur, ka qenë një energji shumë e mirë të gjithë orkestrantët, çka normalisht ka ndikuar edhe në një performancë muna me çujt të jashtëzakonshme. Unë personalisht i kam orkestra i ka të i kalu pritshmëritë e mia sa i përket tingëllimit, stabilitetit, ritmik, intonativ e kështu me radhë.
dhe padyshim ndjenje veçantë, një plotësim, një kënaqësi shpirtërore, një ndjenjë shumë e mirë që arritëm me performu në një vend që në rand parë nuk na ka njoft, po edhe mbi gjitha në një vend ku domethënë kanë pas përqendrim të madh të orkestrave nga vende të ndryshme dhe kemi konkuru krahas tyre. Programi ka qenë të jetë sfidues, është një program që ne realisht na është dashur kohë ta përgatisim, po përkundër vështirësive që kemi pas sa i përket programit, prapse orkestra ka tingëllu mirë, nxënësit kanë qenë shumë rehat në skenë. Tregove që ka qenë sfiduese dhe vështirë, domethënë edhe kjo garë dhe ndoshta edhe ushtrimet e përgatitjet cilat ju i keni bo, po sa merr kohë për me u përgatitur ndoshta për një performancë të tillë, për një festival të tillë që është kogja i rëndësishëm? Për një festival të tillë kur pretendon të prezantohesh në mënyrën më të denjë të mundur, kërkohet një program po e quaj kështu të avancuar ose një program serioz simfonik, përderisa jemi orkestër, dhe përgatitjet nuk janë as pak të lehta për faktin që ne kemi instrumentistë që jo të gjithë janë nga Prishtina, kemi instrumentistë nga komuna të ndryshme të Kosovës, nga Gjilani, nga Ferizaj, nga Gjakova. Masandej kemi instrumentistë që janë edhe nga jashtë Kosova, nga Shqipëria, Tirana, Durrësi, e Qebesa dhe nga Shkupi, për të detaje logjistike për organizimin e provave, koordinimin e provave, është hana që e bën me shumë pasion këtë pjesë, këtë punë. Mirë po, krahas saj kërkohet numëri provash të përbashkëta që të mund të tingëllojmë, të jemi të intonuar, të jemi të koordinuar njëri me tjetrin. Programi që kemi luajtur atje, po e potencoj uverturën Egmont, ka qenë është një vepër realisht që interpretohet nga profesionistët dhe për moshën e orkestrës tonë është një vepër të jetë e vështirë e arritshme dhe është shumë kërkuese. Ne kemi filluar ta punojmë nga shtatori i vitit 2025 me energjinë e Vjenës, pas Vjenës kur jemi kthyer, më thonë atë dëshira për me ngrit nivelin ende më shumë. Dhe e kemi prezentuar këtë vepër si premierë në koncertin ton gala të dhjetorit të vitit 2026 dhe tash jemi prezentuar me të njëjtën edhe në Spanjë. Sinqerisht, një program i tillë kërkon kogja prova edhe për profesionistët, e lirë më për fëmijët dhe të rinjt. Andaj një program i tillë merr kohë të përgatitet. Dënë muaj. Okej. Para se me dalë tek konferenca e Vjenës, po do me ndalë tek Hana dhe me pyet Hanën se marr parasysh edhe konferencës që ishte shumë e fortë në shtatë në një vend ku nuk e njeh Kosovën, kanë qenë pritshmëritë juaja që të merrni vendin e parë, ndoshta edhe të bëhet trajtimi dinjitoz dhe jo ndoshta me hatër ose diçka e tillë. Si ka qenë situata ndoshta ju çu e keni menduar situatën para se marrë ndoshta tek çmimi final? Pritshmëritë e fëmijëve, e nxënësve, kanë qenë shumë të mëdha dhe ata kanë tashmë pas Vjenës kur janë shpërbyer me vendin e dytë në botë, këtu i kanë pas pritshmëritë dhe kanë pas një vetbesim se patjetër se do të fitojnë. Unë kam qenë skeptike sepse kam pas dilemat e mia mu për shkak të situatës politike, mos ndoshta kjo do të na ndëshkojë në vlerësim dhe kam qenë shumë skeptike dhe më shumë jam friksu, po them kështu në thojzas që nëse nuk do të shpërblehemi ashtu si e meritojmë, më shumë jam friksu për dëshpërimin e nxënësve, sepse ata i kanë pas pritshmëritë shumë të mëdha. Sepse ky garim nxënësit po i marrin shumë të motivuar dhe shumë janë entuziast për të përgatitur, sepse ata po i sfidon shumë garimi. Prandaj unë kam ditë dhe kam qenë shumë e bindur që ata janë shumë të përgatitur, sepse e di sa gjatë dhe sa kohë janë përgatitur dhe çfarë veprash serioze po i luajnë. Dhe unë kam qenë e bindur që ata meritojnë një çmim, mirë po nuk kam qenë e sigurt se si do të vlerësohen. Mirë po jam shumë e bindur që ky çmim ka qenë shumë meritor, sakt aty ku saksi është dashur na vlerësojnë, sepse me të vërtetë kanë pas fëmijë një program jashtëzakonisht serioz. E kanë interpretuar
saksi siç është kërku nga dirigenti po edhe nga vetë vepra, prandaj jam shumë e lumtur për këtë rezultat dhe edhe pse kam pas pritshmërinë nuk kam guxu asnjëherë ta them, mu për shkak të frigës që nuk kisha dashur me i dëshpëru fëmijët, por që entuziazmi i tyre ka rezultu. Po si unë djetë kure marrët çmimin e parë, ndoshta keni pa edhe gëzimin në fytyrën e fëmijëve, çu boni me undje juve pavarësisht skepticizmit të ndoshta dhe pritshmërive të cilat i keni pas që do të ktheheni me një çmim? Ka qenë kështu një shpërthim i gëzimit, sinqerisht, sepse mënyra se si janë ndash përblimet atje, ka qenë fillimisht të gjitha orkestra dhe gjithë pjesëmarrësit kanë qenë në skenë dhe fillimisht janë nda 2 çmime të dyta, pastaj është nda, në fakt fillimisht janë nda disa mirënjohje për dirigentin dhe për udhëheqësit e orkestrave, pastaj u ndan çmimet e dyta, 2 çmime dyta, pastaj u nda vendi i parë dhe ne nuk e kemi ditë se do të ketë diçka mbi çmimin e parë. Dhe pak kështu jemi ngri se çka po ndodh. Mirë, po në fund ne kemi qenë vetëm që e kemi marrë kupën e festivalit, çmimin pra shpërblimin kryesor Grand Prix dhe vendin e parë dhe me të vërtet ka qenë një shpërthim emocioni, një gëzim i të gjithëve, po edhe i neve, besa, por edhe i fëmijëve. Po për dirigentin emocionet kur e kuptova që keni marrë çmimin Grand Prix, kupën e festivalit siç e ceku edhe Hana? Po tash orkestrantët pak a shumë po bëjnë humor me mua, sonë zakonisht kur dalë ka ndodhë në Vjenë, ndodhi prapë edhe në Spanjë, jem kogja i shtangur aty se çdo herë pres momentin çka nëse nuk ndodh, çka për cilën jemi përgatitur se çka synojmë. Sinqerisht atë momentet e para kam qenë pak i shtangur, nuk kam ditë me shiju them drejten, po masandej turma, nxënësit, gjitha i entuziazmi, gjitha emocion aty më ka kaplu edhe mu, e kom përjetu shumë, e kom shiju shumë, me të vërtetë ndjenjë veçantë, ndjenjë shumë e mirë, padyshim po. Po e shohim një pritje shumë madhështore që ju është bërë dhe këto në aeroportin e Prishtinës kur jeni kthy natën që jeni kthy, e që nuk është pritja e parë që ju bëhet në këtë mënyrë. Tregoni pak a e keni prit, keni ditë që do të jetë një pritje kaq madhështore për ta testu suksesin kështu bashkë në aeroport me instrumente, me muzikë, me këngë? Edhe unë besoj se pritja edhe më madhështore ka qenë kur jemi kthy prej Vjenës, sepse ka pas performanca Po, atëherë e kemi interpretu, unë gjithmonë po flas në thusë edhe unë kam interpretu, por orkestra ka interpretu Malsorën kur jemi kthy prej Vjenës, ndërsa këtë herë e kanë luajtur një marsh spanjoll, pikërisht me që jemi kthy nga Spanja. Po tash më pak edhe jemi mësu, sepse prindrit që kanë dalë t'i presin fëmijët e tyre çdo herë i na presin me entuziazëm dhe me shumë gëzim dhe këtë herë patjetër që edhe me më shumë dëshirë e vullnet, por pak a shumë e kemi ditë që do të na presin dhe jemi përgatitur që të interpretojmë shkurtimisht për t'i falenderuar për pritjen. Që besa një grup i prindërve kanë qenë bashkë me neve në Spanjë, na kanë përkrahur gjatë gjithë kohës nga afër, çka i falenderoj shumë, na kanë bërë mundje si në Prishtinë. Ata kanë pas fluturime pak më ndryshe se sa ne, se grupi kishte qenë ende dhe më i madh, masandej pak na kanë ndikuar edhe gjëra të tjera në të njëjtën kohë kur ne jemi kthy, ka qenë duke u zhvilluar edhe loja e kombëtarës tonë, se besoj që kishte qenë kogja një shfaqje aty me publik edhe më të madh. Patjetër, po ndalemi tek performanca e këngës Malsoria që çështë për publikimin të videos u bë virale gjithandej dhe mori një njohje shumë të madhe. Keni prit atë performancë të cilën e keni u bë kaq shumë virale edhe që vazhdon ndoshta të shpërndahet edhe në rrjetet sociale nga gjithë botë? Po, interpretimi i veprës, vitin e kaluar, kur kemi qenë në festivalin në Vjenë, Malsoria është interpretu 2 herë. Herën e parë është interpretu në njërën nga sallat shumë të bukura, shtëpia e Strausit është quajtur, është një sallë shumë e bukur, shumë mjaft intime, më e vogël, por shumë e bukur, dhe aty e kemi interpretu Malsorën duke me veshjet kombëtare. Dhe pas asaj, në fakt e pas kemi interpretu edhe në garat që i kemi zhvillu në Vjenë, por edhe në sallën ikonike Golden Hall, në gala koncertin që është mbajt atje. Prandaj unë
Po, ma ka marrë mendja se do të jetë virale sepse një vepër shqipe të interpretohet në një sallë madhështore si që është Golden Hall në Vjenë, nuk ka si të mos bëhet virale, sidomos kur interpretohet nga një orkestër me antarë shumë të rinë në moshë, që çdo herë duhet me ecek që janë nga 10 deri në 17 vjeçar, kështu që përveç se kam prit që do të bëhet virale, mendoj se edhe ka e meriton, sepse është interpretuar mrekullisht, është dirigjuar patjetër në mënyrë të mrekullueshme dhe e meriton të jetë virale. E përmendëm disa herë dhe performancën të cilën e keni pas në Vjenë dhe që keni punu vazhdimisht gjatë krejt kësaj periudhe, po sa mendon që përkrahen fëmijët që kanë talent, sidomos të llojit të tillë në vendin tonë në Kosovë, meqenëse se keni punë pothuajse çdo ditë me ta, mendoni që meritojnë përkraje pak më të madhe? Të pas parasysh që çdo herë që marrin pjesë në grupe të ndryshme të fëmijëve në fusha të ndryshme të muzikës, gjithmonë sjellin një çmim në Kosovë me vete. Po tash nëse unë nisem nga përkrahja që i është bërë orkestrës Amadeus, unë asnjëherë nuk mund të them se nuk ka pas përkrahje, sepse ka pas përkrahje qysh nga fillimi kur është themelu. Me thonë fillimisht kur jemi themelu si orkestër, jemi themelu me edhe me përkrahjen e komunës Prishtinës, e cila i ka ftuar që nxënësit edhe nga shkolla e muzikës Penkjakova të bashkohen orkestrës Amadeus dhe shkollës muzikës Amadeus që të formohet një orkestër më e madhe. Prandaj që nga fillimi ne kemi pas përkrahje, pastaj kanë vazhduar përmes ligjit sponsorizimit edhe shumë biznese të bashkohen kësaj iniciative dhe në fund ne çdo herë kemi pas përkrahje edhe nga Ministria e Kulturës me projekte të ndryshme të cilat shkolla Amadeus i ka realizuar. Dhe kjo dhe ka bërë dhe i ka paraprit që duke parë që kemi pas shumë talent të përfshirë në këto projekte, ta themelojmë edhe orkestrën e fëmijëve dhe të rinjve Amadeus, e cila nuk ka rresht së pasuri përkrahje nga vetë Ministria e Kulturës dhe së fundi për këto përfaqësime të Kosovës jemi përkrahur edhe nga qeveria e Kosovës. Unë patjetër mendoj se çdo grup artistik, qoftë orkestral, qoftë i korit, cili do grup qoftë që ka të bëjë me artin dhe muzikën, meriton përkrahje, sepse Kosova ka me të vërtet talent dhe përveç talentit kemi fëmijë shumë punëtor, të cilëve duhet patjetër të kenë përkrahje, sepse kudo që shkojnë ata me të vërtet përfaqësojnë dinjitetshëm kulturën e vendit tonë, përfaqësojnë vetën e tyre si artistë që janë, por edhe patjetër shoqërinë dhe potencialin që rinia jone ka. Kështu që patjetër mendoj se nuk duhet së rreshturi përkrahja për talentet edhe të vegjël edhe të rinj të Kosovës. Do bëj përmendet edhe pak më herët që prej momentit që jeni kthy keni vazhdu punën dhe angazhimet e juaja, qoftë personale, qoftë edhe me orkestrën, përmendet edhe garën të cilën e keni në Çeki tash, gara radhës për orkestrën Amadeus. Keni filluar përgatitjet, tregona pak detaje se çka do të performoni në këtë garë dhe ndoshta për garën të cilën do të merrni pjesë. Realisht provat nuk kemi filluar ende, kemi filluar ato diskutimet tona që i bëjmë bashkë me anë dhe me një grup të ngushtë që kemi sa i përket përzgjedhjes së programit. Nuk e di ana lejon shumë koha të ndrojmë programin garues, sepse janë në pyetje vetëm disa muaj dhe që besa është kohë shumë e shkurtër. Ne në Çeki po besoj që prapë vepra kulmore me cilën do të prezantohemi do të jetë Egmont, por do të mundohemi të përfshijmë edhe disa vepra të reja, që do të jenë pak më të shkurtra dhe më lehtë të arritshme, po përgjithsisht Çekia është një festival ndoshta pak më ndryshe se sa Spanja, i ka kërkesat e veta, ne do të kemi filluar me analizu me këshirë çka është e rrugës të përfshihet dhe si do të prezantohemi atje. Përderisa nëse bëjmë një krahasim mes Vjenës dhe tash Spanjës, ne në Vjenë jemi prezantuar krejt më ndryshe, sa i përket edhe pamjes, kostumografisë e kështu me radhë, sepse Vjena, festivali Vjenës i ka dhënë shumë prioritet edhe veshjeve tradicionale, veshjeve kombëtare dhe ne jemi përgatitur edhe në atë aspekt, ndërsa Spanja nuk e ka pas shumë atë kriterium, shumë kriter edhe nuk ka qenë shumë prioritet aty dhe jemi prezantuar
me veshje elegante kështu, ashtu qysh edhe po doket në fotografi dhe në video. Të shohim tash shikijet çka është një vend që ka salla. Pra në këto gara shkohet edhe me kriteret ndoshta të veshjeve dhe të këtyre gjanave të veshjeve, ka kriteret të programit që përzgjedhim, ka kriteret të minutazhes me cilën prezantohemi në garë, në koncerte, ka kriteret të ndarjes orkestrave, sa i përket moshave. Domethënë janë një varg, po quaj rregulla ose kritere që mas andej ne do t'i arrim ato, do t'i analizojmë mirë me kujdes, sepse në të kundërtën mundesh me shku me u prezentu dhe mos me unda me pritshmëritë tua, mos me arrit një çmim të caktuar që supozon se pretendon të arrish. Kështu që ka kritere, ne jemi duke analizuar me kujdes ato, sepse Spanja nuk na ka lënë shumë të merrem me check-in, ne kemi dashur me përfundu fillimisht Spanjën dhe tash e kemi para vetës edhe check-in. Dhe përveç tjera kemi edhe koncerte të tjera që do të bëjmë në festivalin Ram Laj që bëhet pikërisht gjatë verës në Prishtinë. Do të ketë performanca nga orkestra edhe në Kosovë, se këtë do të ishte pyetja ime e radhës. Do të ketë performancë, ne jemi kështu në fazën përgatitore të performancës tonë që do ta bëjmë në kuadër të festivalit Ram Laj International Opera Festival, që kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe i falenderoj për këto, janë 8 bashkëpunues me ne, kemi hapësirën tonë, do ta bëjmë një koncert në kuadër të atij festivalit dhe jemi në fazën përgatitore të shohim programin çka do të zgjedhim e tutje kështu me radhë. Mana, pas çekisë dhe koncertit që do të bëhet në festivalin Ram Laj, ndonjë aktivitet tjetër që vlen të përmendet nga orkestra apo ende jeni duke i shqyrtu aktivitetet të radhës cilat ju do t'i bëni? Po neve disa data na janë imponu, por na kanë shku kështu varësisht nga planifikimet që i kemi pas. Janë disa data kështu të saktësuara, kështu si një rregull e pashkruar që në data të caktuara mbajmë koncerte çdo herë. Do të thënë prej kur jemi themelu, koncertet e verës i kemi mbajtur me 20 qershor. Do të thënë tash 3 vite po bëhen dhe ne duhet ta mbajmë një koncert me 20 qershor sepse ashtu çdo herë ndodh. Ndërsa në dhjetor të këtij viti patjetër që e mbajmë gala koncertin me 15 ose 16 dhjetor e mbajmë çdo herë gala koncertin e orkestrës. Do të thonë këto dy janë dy koncerte që çdo vit ndodhin, shto këtu pastaj edhe përfaqësimet jashtë vendit edhe ftesat që na bëhen çdo herë si një bashkëpunim tashmë i disa vitshëm me festivalin e Ram Laj Opera Festival. Kështu që këto do të jenë disa nga koncertet që planifikohet të mbahen, uroj që të shkojë gjithçka mbare mirë ashtu siç planifikojmë dhe t'i mbajmë koncertet ashtu si koncerte tradicionale në data të caktuara që i mbajmë tash 3 vite. Po shohim këto grup mosha të ndryshme të fëmijëve këto në fotën në që kemi në LED, është rrit interesimi i fëmijëve i të rinjve për të qenë pjesë ndoshta këtyre orkestrave dhe këtyre shkollave të muzikës për të shfaqur talentin e tyre krahasim me vitet e kaluara, se e shehni këtë pjesë? Çdo vit, pas çdo koncerti që vesa ka prind që interesohen për fëmijët e tyre, për nxënësit që luajnë ndonjë instrument. Realisht ka dhe vetë nxënës që i shkruajnë faqes orkestrës, i drejtojnë shkollës, që dëshirojnë të jenë pjesë orkestrës, ne i motivojmë shumë, sepse padyshim jemi shumë të hapur që të antarësojmë orkestran të rinj. Normalisht janë disa instrumente që ne i kemi kështu deficitare në Kosovë që po na dhemë zemra, pëse si kemi dhe në orkester, është pikërisht mungesa e oboas, që besoj tash pas Spanjës do ta kemi edhe një oboiste në kuadër të orkestrës. Janë disa instrumente që ne duhet t'i plotësojmë ato boshllëqe, po e quaj kështu me instrumentist profesionist për shkak të mungesës së nxënësve së të rinjve, domethënë që luajnë atë instrument. Pikërisht është fagoti, është kontrabasi, janë timpanet. Mirë po, përkundër krejt kësaj, jemi një grup që jemi çdo ditë po rritemi. Nëse bëjmë një krahasim para 3 viteve kur kemi fillu, ka qenë një grup shumë i vogël, mos të lëshohem në numra se mundem me gabu, ndërsa tash që e përmendi edhe Hana jemi dikun rreth 5-7 orkestrant që luajnë së bashku. Domethënë, brenda 3 viteve ne kemi arrit me
shumë fishu numrin tonë të orkestrës. Po kur vinë kështu në fillim dështa të interesuarit për qenë pjesë orkestrës, vinë dështa me kërkesa specifike për instrumenta, apo në bashkëpunim me ju, në diskutim me ju, zgjedhin dështa se cili do t'jetë instrumenti për cilin ata janë më të përshtatshëm apo diçka e tillë. Nëse po flasin për me lujtë në orkestër dhe vjen me zgjidh instrumentin, atëherë është shumë vonë, sepse ai vetë se do të më pas, ajo se ajo do të më pas një përvojë mbi instrumentin, do të më pas disa vite, po quaj kështu mësim mbi instrumentin, sepse ashtu që përmenda më herët, veprat që luajnë në orkestër me të vërtetë janë kërkuese, ndonjëherë të kalojnë kërkesat që kanë me vetë programin e tyre solistik që luajnë me mësimdhënësit e tyre. Në përgjithësi, kërkesat çdo orkestër ka më së shumti në aspekt në seksionin e instrumenteve harkore. Ne ato e kemi pasuruar mjaft shumë, kemi mbet pak ta shtojmë edhe numrin e violave, po besoj që gradualisht do të pasurohet edhe pjesë. Nxënësit vinë me një përvojë mbi instrumentin, ne ju dërgojmë disa nota, disa parte që ju japin një afat caktuar që t'i përgatisin, masandej i ndëgjojmë se si po tingëllojnë, çfarë niveli kanë, edhe varësisht nga niveli, varësisht nga kërkesat që i ka orkestra, i sistemojmë ose shohim tutje që veprojnë. Po hana që është interesimin e trinjeve për llojet e tilla të muzikës, pjesëmarrje nëpër orkestra, ndoshta edhe në shkollat të ndryshme, në viteve të fundit në krahasim me herët? Po në qofse nisemi nga përvoja, sepse shkolla e muzikës është e ndarë nga orkestra. Me thënë, ne si shkolla e muzikës, po, është e vërtet që pas themelimit të orkestrës kemi pas shumë më tepër interesim për regjistrim të nxënësve të ri, dhe kur them nxënës të ri mendoj në nxënës fillestar. Dhe nxënësit fillestar duhet patjetër që të kalojnë minimum 3 vite mësim, që të fillojnë dhe të bashkohen e të luajnë në një grup të madh siç është orkestra. Ajo çfarë ne po bëjmë tash është që nxënësit që nga fillimi, që nga klasa e dytë, kur ata fillojnë me mësu instrument, tua japim edhe përvojën e muzikimit të përbashkët. Do të thënë, i bashkojmë në disa ansamble më të vogla, ku ata luajnë bashkë me bashkëpunëtorët e tyre, që thjesht të fitojnë përvojën e muzikimit të përbashkët, do të thënë të ndëgjojnë njëri tjetrin, të jenë të saktë ritmikisht dhe të përcjellin veprën në disa vija melodike që zhvillohet vepra. Kështu që kështu dal nga dal ne i përgatisim që ata që janë më të them kështu kushtimisht më të mirë dhe më të interesuarit të mund të bashkohen në të ardhmen në orkestrën që tashmë gati do të bëhet edhe simfonike. Interesim ka çdo herë dhe unë jam shumë e lumtur për këtë fakt që prindërit që është ngrit vedia në përgjithësi e prindërve, po edhe nxënësve që të angazhohen në mësime të instrumenteve muzikore, sepse dihet tashmë botërisht edhe shkencëtarisht se muzika u pasuron jetën, shpirtin, u pasuron inteligjencën dhe i pasuron në të gjitha aspektet akademike fëmijët. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë fakt që edhe ne përmes orkestrës, por edhe përmes mësimeve që i ofrojmë në Amadeus, që është po kontribuojmë në këtë aspekt. Edhe qytetarët i kemi pas që kanë qenë shumë të lumtur me suksesin cilin e keni pas në Grand Prix në Spanjë, ku vjeni këty me çmimin e parë, kështu që po ju falenderoj shumë që erdhët sot edhe ndat gjithë këtë eksperiencë bashkë me shikuesit e #Gjejsit, po uroj edhe po shpresoj që me një çmim të parë keni më u kthyer edhe nga Çekia. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, kënaqësi dhe ndjesh gjithmonë për ne pas në studio.